Shkojmë me hadithin e dytë hoç. Po. Hadithi I dytë është shumë interesant. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ahdatha fi amrina hadha laysa minhu fa huwa rad. Do thot edhe këtë hadith transmeton Imam Buhariu edhe Muslimi edhe plot përmbledhje tjera të hadithit. Transmetuesish. Çka do të thonë? Men ahdatha fi amrina hadha. Kush shpik diçka në këtë punën tonë, në islam dhe me ke. Ha? Çka nuk ka shpitina, është e refuzume. A I kemi qatë. Bidati. Po, do thot bidati. Pse ka dhe njëherë për shumë t'i ki qef me punu dhe një vepër me të cilën donë mu afru të Allahu dhul Gjilal. E tash veprat të cilat mund është mu afru të Allahu dhul Gjilal, mas miti në I tregon Allahu edhe kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye do thot prej ajeteve të fundit, jo bashi fundi, po prej ajeteve të fundit ka zbrit el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Do thot unë po ja plotësoj sot fejen, edhe po ja plotësoj juve nimetet e mia. Ashtu që ki dina është I kompletuar. S'ka çka më shtu mos. S'ki çka më shtu, do thot këtë çka dashti ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përpara teje. E thash ti më bo ma I menqëve dhe me thonë, kire ndështa që tu a dash me bo dhe që ta, ndështa që tu a dash me shtu dhe që ta, ndështa që tu këvedi qka, ja. Në nëshmusin dhe I pengamerit. Po, është në nëshmusin, apëtën edhe është e pa pranume. Për këtë arsye pra, gjdo vepër të cilën na dojna me punu, e në veçanti të ibadetit, apëtën në veçanti të ibadetit, dhe thot janë shpjegume. Me fjallë të Allahut dhe me fjallë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çka dush ti me fut diçka, ose me nxerr diçka, do thot është e papranueshme. E për këtë arsye do thot kjo fe është e kompletuar. E jo një është veç me mësua çashtu që e ka zbrit Allahu dhe çashtu që e ka shpjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka nevojë ti me filozofu këtu me thonë jo ka dash çështu me thonë jo a kon çështu jo ku e di çka me përdorën do thonë jo koha s'është kështu jo ku e di çka jo do thot është krejt e qartë afta. Për këtë arsye pra nuk duhet do thot shumë me u lodh në këtë punë apëta. Unë nuk mund me kuptu janë gjonat e shpjegume. Dhe thot janë gjonat e definume apëta. Po, dhe më thonë, s'ka kur gjonë me shtu. Mirë po ndodh një këtë shkuptim gjatë debatit. Risia në fej ka dallim me risia në dynja, po. Risia në dynja është e lejume, bidati në dynja. Normal, apëta. Dhe se shpesh tajnë, atëherë pse nuk hesni me deve, po hesni me automobila. Po këtë ndonjë është e lejuar. Ashtu që të sena ja. Qetër muhabet. Janë mjetet e transportit, të cilat ndryshojnë me kohën, apo. Ama për shembull një jeti, është çaj. Lindja e diellit është njësoj. Perëndimi I honës është njësoj. Dashuria është njësoj. Vdekja është njësoj. Dhimbja është njësoj. Përmallimi është njësoj. Që janë dosene të cilat për shembull janë shpjeguar apo me Kur'an dhe me hadith, të cilat do thot janë njësoj të këtë gjeneratat. Desh në kohën e pejgamberit al-Islam, desh sot apo pa marr parasysh se sa vjet ka dallim, do thot një jetë janë një jetë. Mërësh, nuk mund më konë të thot ndryshe. Lindja është lindje, vdekja është vdekje. Apo ashtu që për këtë këto punë, nëse dojna me hinë detalje, ka ajete dhe ka hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që mjafton me thonë, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, edhe mos me hi me bo filozofia ma shumë. Jo e ka pas një jetin qështu, jo e ka pas një jetin gjashtu, jo me bo dhe thot mendimet të lëllëshme. Sebepi se qëta shka dasht me thonë, e ka thonë Allahu edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dasht edhe një pyetje edhe kësaj teme, kur kesh tashmë ke një vëllau ma dha një ide shumë interesante. Se kisha ditë, subhanallahu. Tha blej do çokoladë do hurma, tha dhe shpërndoj për shpirtin e babës nanës. Edhe umrexive. Ai tha shumë ide mirë, I mura ato çokoladat, I mura ato, edhe I shpërndoj ato të lodhë, si cëllë e merka. Një edhe u gëzojsha, edhe se kjo shkon se va për babën. Njërin koment tha kjo është bidat, çka I të bote, ai të marrë, të ma prish. A është bidat çka I bëja? Jo, nuk është bidat, apo. Për shka nuk ka bidat, për atë arsye se cilën vepër shka e punon ti, jo veç shka I ke shpërndarë çokoladën, po edhe namazin kur e fal, edhe agjenimin kur e agjenon, edhe sadakajn kur e jep, I shkon se vapi babës edhe në nëstane, se ato janë konë sebeb për me ti mësu këtë gjona. A I ke pa na, kur falmi namaz, shka thujna,
Rabbena gfir li wa li walidej wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Me fjalë tjera. Çka do të thonë? Kur t'ja nis për shembull me fal sabahin. Kur kush nuk ban jetë, me thonë pe bajnë jetë me fal të 2 rekate sunet sabahit për zot Allah, u ktheu nga kibla se vapin e këtij 2 rekateve ban jetë për mua edhe për babën time, për nanën time, për këtë musliman. S'ka kësi një jetë, kupton. Ama faktikisht që të 2 rekate shka ti i fal, i shkon se vapi. Shpirtit tan, i shkon se vapi, shpirtit babës edhe nanës tone edhe krejt muslimanëve. Apo më kupton? Automatikisht. Po, për atë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, 2 rekate sunet sabahit janë më shumë se sa dunjoja dhe shka kon ta. Se ti, për shembull, me dasht me i përshëndet këtë musliman që ka janë në dunjo, shka kanë shku dhe shka kanë më ardhen, dhe thot me pas një laps, një letër, të hargjot këtë lapsi edhe këtë letra dhe s'munësh me javë shkrujt këtë. Së një del në qasht. Ama faktikisht dhe thot ti me qëtë laf shka i thue, krej që të njerëzi kanë se vapi ti. Apo më këtan? Amarash, ti ka dhe njëherë për shumë jetu flet, a logaria jo të mushet me se vapi, se da një kush qeter, da një muslimanat të mo duha për tyje. Apo këtan? O Zot, falem mua, babën e nanë dhe krejt muslimanat. Dhe thot ti mas jenërën në muslimane hindojnë e tina. Apo më kupton sa i madha është kjo fej, sa e gjonë. Dhe thot nuk ka veç për veti, por është për këtë musliman. Ashtu që se cilën vej për shka e banë, dhe thot ti, i shkon atinve. Edhe ka, dhe thot plot, hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka folin për këto. Ndërto, dhe thot, është edhe hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kuranis për me shkue për në haqë, e ka ngu njënin të thonë, lebej kanë shubrume. O Zotë, unë e ti për të përgjigjem për shubrumin. E ka thonë pejgamberi sallallahu, kush është ai shubrumi? E ka thonë, ekhun li, au karibun li. Dhe thotë, shubrumi është një afër me jemi, ose një vlavjem. E ka thonë pejgamberi sallallahu, a ke bo haqin ti për veti? Ka thonë, jo. Ka thonë, bani njëherë për veti, mas e nej për ta. Ashtu që në islam, është mas pariherë, du të më munu na mu botë mirë. Apëta nami kry veprat e tona, shka i kena obligime e masën e masit i bojnë atona, të atërë mujna mi bo për babe, për none, për vlave, për keqet. Ama kryesorja është njëherë ti mu drejtu, mu regullu. E ti kur drejtu është të regullohesh, masën e dikush të po tyje, regullohet të dhaj. Ama pse për shembull shumë njerëz sot nuk po rregullohen? Pse nas jemi rregullu tamam çish duhet. Se mu kon të rregullum na çish duhet, dhe thot atëherë punë të bën mirë. E inshallah Zoti na rregullon ka hajde dhe ka e mirë. Hajde dhe mrekullueshëm.